Na me çfarë standarde du të mi pa njerëzit? Na du të mi pa me kanarin e islamit, për shembull, në islam. Rrobat a bën më konë në gjitha për trupi, për mashkullin. Zban. A ban pantull më konë në gjithë për trupi? Zban. A ban më konë pantull të dukshëm, ose majica e të dukshme? Zban. Janë do ngjyra në islam që do janë të urrejtura, do janë haram. Ajo ngjyra se e kuqe, si në formë portokalli, nëse komplet është, nalt e poshtë rroba, domethënë çat ngjyrë është ngjyra e zjarrit xhehenamit. Zban. Çto janë standardet islame? Tash ti. Qohesh edhe krijon një standard. Jo islam. Për shembull, doke nëse i vesh kucat e kafta, duhesh me pas edhe rrypin e kaftë. Përndryshe ti s'kupton nga moda. Mirë, kush e vu qëtë standard? Kush e ka vu? E ka vu Dolce Gabbana? Po ku e ke marti, o Gabanski stil? Ku e ke marti që ta? Mirë, pse në ty me të ngu? Me çfarë standardit ti neve në i vendos që nëse ti e ki setrën, filan ngjyrën, ti dush pa tjetër edhe pantull që ngjyrë. Në islam që nuk janë këto, na rrim me rregullat islame dhe e vlerësojmë njeriu në bazë të standardeve islame.